Ish deputeti i Partisë Socialiste Hamit Kosta, një figurë e njohur e jetës politike dhe publike në zonën e Peqinit, është ndar nga jeta në moshën 70 vjeçare. Lajmin e hidhur e ka konfirmuar familja e Kostës, i cili prej më shumë se një dekade ishte tërhequr nga angazhimet publike. Gjatë karrierës së tij ai u vlerësua për përkushtimin, thjeshtësinë dhe lidhjen e fortë me komunitetin. Mirëpo pas tërheqjes nga politika, ai u përfshi rreth 9 vite më parë në një konflikt me ish bashkëjetuesen. Në vitin 2017, Hamit Kosta kërcënoi me armë zjarri ish bashkëjetuesen. Gjatë kontrollit atij u gjet arma e zjarrit me disa fishek në krerë dhe u arrestua menjëherë. Hamit Kosta ka qenë deputet i legjislaturës 2005-2009. Ai ishte pjesë e grupit të deputetëve të përjashtuar nga Partia Socialiste pasi votuan për zgjedhjen e Bamir Topit president. Për këtë arsye, Kosta u largua nga Partia Socialiste dhe ju bashkua asokohe PDK-së drejtuar nga Nard Ndoka, që ishte pjesë e koalicionit të qeverisë drejtuar nga ish kryeministri Sali Berisha. Më parë, Kosta ka mbajtur edhe detyrën e drejtorit të burgut të sigurisë së lartë në Peqin. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.